Tani kemi anën e kundërt. Ana e kundërt. Në telefon do lidhet me një vajzë e cila është shoqja të cilës ja kanë marrë të dashurin. Dhe ka një këndvështrim interesant, sepse ajo tha në djem që unë nuk do e kisha problem vetëm nëse do ma kishte thënë. Megjithatë ta marrim telefon. Ta Të dëgjojmë. dashurin apo ish të dashurin? Ishte dashurin. Okej. Jo të dashurin, se thash të dashurin? Po thash Jo, jo. se nuk do kisha pas Të dash- problem. Ishte Thash dashurin. ajde. Jo, I referohem temës Ishit, ishte okay. dashurit. Kështu që regjia të lutem na lidhni pak me si do e quajmë, se më thashë që duhet patjetër t'ia ndryshojmë emrin dhe zërin Era. këtë radhë. Era? Era. Jo, ishte Eva episodin e kaluar. E të pyesim regjia se Regjia se do ta quaj? Olsa. Okej, është një Olsa sot. Regjia joni ka tak fak, as nuk mendohet. Mendoj që në shtëpinë e dark bën një listë me emra femra dhe thot, ku ti bi. Hello. Hello, Përshëndetje, si e? mirë si jeni ju. Sa cute. E me se nga zëri nuk gjanë si një Olsa. Gjunata që e Olsa. A? Po pra, tani të lutem. As nuk duket si një Olsa. Lëmë Si era. çfarë duke? Jennifer? Mirë, Jennifer e lëm pra. Jennifer. Okej, Jennifer. Ashtu. Na thuaj pak Atëherë. tani historinë tënde. Shika, unë kam pat një shoqe për rreth 6 vite. Po flasim shoqet ngushta, do me thënë, flisim 24 orë me telefon hapur çdo detaje. Dhe një ditë të bukur, unë po i shkruaja dhe nuk po merja më mesazhe, po nga që kam qenë në punë, e ke parasysh që shkruan dhe nuk e kupton që ti s'po merr më përgjigje mbrapsht. Dhe me sa duket, kjo ka qenë sepse kjo ishte lidhur me ish të dashurin time dhe i vim të siklet që unë ta merja vesh. Po si e more veshti? Shika, ka nisur kështu. Ne kemi pat planifikuar një udhëtim. Me shoqen. Dhe, po, me shoqen. Dhe tani kjo po fillon të më thoshte se shiko, fillon të gjesh në një gocë tjetër se provime të kupton. Edhe mund mos të vi dot. Larg. Edhe kjo gjë nuk më pëlqeu, po pra larg edhe unë mërzita e kupton se kishim bërë të ato planifikime. Thash okej, nejse se kishte kohë 2-3 muaj udhëtimi. Pastaj unë po shkruaja, kjo nuk po më kthente më përgjigje, edhe më thot motra që ishte futur te Instagrami kësaj dhe kishte parë që kjo kishte bërë follow ishte dashurin tim dhe biznesin që ai kishte. Do më thënë, imagjino, mua nuk më kishte vajtur mendja as ta kontrolloja, e kupton? Wow. Sa kohë kishe ti që ishe ndarë? Shiko, se kjo lidhja ime ka qenë pak e çuditshme. Unë kam qenë e lidhur me këtë për 3 muaj, do me thënë që ka qenë lidhje tamam, pastaj kjo gjë ka vazhduar on and off për diku te 1 vit 2. Po gjithsesi ju Ba, të kjo ka kishit qenë kontakt, ndjenjë. se on and off e kuptoj ziu Po, pajtohu, po kontaktesh. prapë ishit bashkë 2 vjet. Po. Dhe kjo gjë ka ndodhur, le të themi, disa muaj pasi unë kam patur kontaktin e fundit me këtë. Shiko, pasi mos sa motra këtë dhe unë fillova ta kuptoja, shiko se unë nuk doja ta pranoja në fillim. Po vazhdoja t'i shkruaja, se thash, okej, shiko, do filloj, ndoshta do ta thot vet, ose ndoshta do të marr ikone vet që të ma thot, i vjen siklet, ose nuk e di. Dhe pas 3 muajsh, ose 4 muajsh pa kontakt fare, që unë isha duke pritur që të më fliste kjo, tash, okej, po i shkruaj vet, nga që mua po vazhdoni dhe po më thoshin shoqet e tjera që shiko ata janë bashkë, ndërkohë unë si kisha parë kurrë. Wow. Do me thënë, është qytet i vogël, në unë thjesht po. social, se zakonisht, do të thënë, nuk e kishe në asnjë rrjet social, as njërin as tjetrin u bëtan follow se ku i Jo, shikoni shoqen e kisha. Shoqen unë e kisha, po kjo në një moment e mbylli dhe Instagramin dhe TikTokun dhe gjitha, dhe kur e pyeta unë më thash shiko se jam duke kaluar një krizë. Një Thash, krizë. okej, e çuditshme, po sepse ajo s'pa kalon te kriza, e kupton? Që e qunë rinia sot krizë. Kriz? Kur i bën Po, blok? krizë. Kriz? Jo, e forta është që nuk ka qenë kurrë blog. Do me thënë,
unë kam qenë në një periudhë shumë të keqe dhe unë flisja me këtë konstant sepse ishte vetëm kjo ajo që më rrinte afër, e kupton? Edhe kur ndodhi kjo distanca, unë fillova edhe po i shkruaj dhe po mendoja me veten time që shikoj se mos kam bërë ndonjë gabim edhe duhet të shkruaj që ta rregulloj unë gabimin. Edhe kur i shkruaj, domethënë javë për javë mesazhe që nuk merreshin përgjigje, më thotë që shiko se po kaloj një periudhë jo të mirë dhe prandaj nuk të kam kthyer përgjigje. Po duhet të takohemi se të kam një muhabet. Nuk u takuam kurr. Nuk patët asnjëherë një përballje ju të dyja? Jo, deri pas 3 muajsh që mua ma thanë disa shoqe të tjera që kjo ishte e sigurt që këta ishin në një lidhje se i kishin parë bashk. Dhe unë thash, okay, po i shkruaj unë se kjo nuk ka ndërmend të më shkruaj, e kupton? Po ti u more me shoqen, ti nuk i shkruajte kurrë ish të dashurit tënd që pse dreshin po merresh me shoqen time të ngushtë? Jo, s'pun kam unë atë. Ja, s'pun kam me vërtetë e ka. Shiko, ai ishte shumë e kuptueshme se ai ka qenë ai lloj mashkulli që është 8 vite më i madh se ty, edhe merret me femra të vogla vetëm nga që ditë i gënjeje, e kupton? Edhe besoj se e njoha shumë mirë edhe nuk kisha më punë me të. Ndaj, po them që nuk e kisha probleme dhe në qoftë tek të dy do lidhesh, se ajo do vinte një ditë që do e mësonte vetë, kupton? Po ti s'ke pasur problem faktin që ajo është marrë me ishin tënd. Ke pasur problem se si ajo reagoi mbi këtë gjë, Që nuk ta tha. që s'ta tha dhe të largoi. Po. I vetmi problemi imi ishte që kur mua kjo më duhej si shoqe, kjo mua më la që të lidhe me ish të dashurin time, kupton? Dhe unë nuk mora kurrë një shpjegim, një arsye, një gjë. Dua të të Derisa unë përqafoj. shpajta vetë. O, me i lidon të si qaj? Pra ju super ballot kur. Jo, shiko. Nuk pati kur një sqarim se Unë i si shkruajta. ndodhi. Unë, shiko, ishte ajo që duhet të më shkruante mua dhe unë prisja momentin, e kupton se sa qytet i vogël ndoshta do më dali një ditë para dhe zoket ku të vej, do t'i që unë nuk e pash kurrë. Dhe i shkruajta vetë, ka qenë një roman shumë i gjatë, që nuk prisja të merja përgjigje me thënë të drejtën. Çe shkruaj? Dhe Çe shkruajte? shiko. I kërkove llogari, i shprehje keqardhje, Jo, nuk i kërkova llogari, por thjesht doja që t'isha shumë i qartë që unë po të shkruaj ty për faktin që ti më ke mërzitur që më ke lënë mua për një mashkull, jo se unë jam mërzitur që ti e lidhur me ishte dashurin time, kupton se ka qenë një periudhë aq e vështirë për mua, sa që ajo thjesht nuk më shkruaj ti më, e kupton, dhe unë tani po qaja me mendimin se i kam bërë gjithçka kësaj dhe pse më la kjo mua dhe nuk më flet kjo mua, e kupton. Edhe te ky romani im isha shumë i qartë që nuk kam lidhje fare me pjesën që ajo është marrë me këtë. Isha thjesht e mërzitur për gestin e kësaj. Dhe çfarë tha ajo? Dhe kjo, shiko, mua më vjen një roman super i gjatë që më shpjegonte lidhjen e kësaj me këtë. Çfarë të shpjegoj? Ajo ishte fajtore, është ndjer fajtore do gjithë kohës, prandaj ka shpjeguar ajo. Ta kuptoj. Prandaj e ka evituar se si mund ta shohësh ti shoqen atë të ngushtë për 6 vitesh në sy tek sa i enkërvat me ishën e asaj. Si ta justifikoj? Çfarë të Po, tha? shëndron dhe kja. Shiko, shumë e bukur kjo fetja. Shiko, unë ja thash, shiko, mua nuk më intereson fare ai në këtë mes, unë shkruaj vetëm për ty, e kupton, dhe ajo po më shpjegonte lidhjen me këtë, dhe se si kjo ka qenë më shumë se një lidhje, dhe si ata janë bërë për njëri tjetrin, dhe nuk e di, do me thënë, ajo po të shpjegonte ty. Ajo po të shpjegonte ty se si ishi dashuri jo dhe shoqja jote e ngushtë për 6 vitesh kishin lindur për njëri tjetrin. po, janë bërë për njëri ajo tjetrin. Sa budallaq. Jo, ajo këtë prit. Shiko, Ajo e ka bë këtë, më fal që të ndërpres, ja harrova se ja vëmë. Jennifer. Ajo e ka bërë këtë sepse ajo po mundohet aq shumë të justifikojë veprimin që ndjet fajtore, saqë ajo po thot unë këtë gjë ty nuk do ta bëja kurrë nëse nuk do mendoja që Kam gjetur njeriu në jetës. Po si drejsh, nuk po them që ka okay, bërë e okay, po thjesht kuptueshme. Po prapë kuptoj çfarë po thua. Mund të çfarë bërë për një natë. Se thot me ty se pati seriozisht, me mua e Jo, ka. nuk mendoj, 6 vite shoqje të ngushtë, nuk mendoj. Shiko, Po mi nga një roman që të shkruaj për shoqen tënde, shiko dhe ja thot qarta si në roman që shikos unë e kam për ty, nuk e kam për atë, ti i përgjigjesh me një roman. Po, pra, ma kjo ma shikos unë jemi lidhja faroj. perfekte? Aha, çfarë po thoje?
Po thosha që mua kjo pjesa ma qaroj, se unë në bisedën tonë nuk do doja që ta fusja mashkullin, e kupton? Doja vetëm të flisja për shoqërinë tonë. Po. Edhe kjo mua vetëm po më shpjegonte se si ishte lidhja e këtyre, po tani ti nuk mund të thuash që ne të dy jemi bërë për njëri tjetrin dhe kjo është më shumë se një lidhje, se ka patur një filles ajo gjëja, ai të ka bërë një follow, të ka bërë një like, nuk mendon ti diçka në ato momente? Minimumi duhet ta kishte thënë. Po pra, shiko, unë ja thash, unë të kuptoj shumë mirë në çfarë situate ti je, prandaj kam pritur që ti të merrje kohën tënde dhe të vije të më flisje. E kupton? Po, Sa shëndetshme. Sa e shëndetshme. Unë s'do bëja kur. shiko, unë thjesht po pse more? Se është Gjesi, vazhdo. Ti do bëja blok të dyve mirëpafshim. Jo, Gjesi. Po jo jo? blok, shiko se e gjithë ideja ishte që Ka ndjes, më fal, jo. Ka ca po përpiqem të Shiko. shpjegoj Gjesi që ka ca momente që njeriu në të mirën e vet, se un jam vet kështu, domethënë ti do ta thuash atë gjë, thjesht të dalë nga ty dhe pastaj lërit e tjerë të jenë përgjegjës për po pra të pjesën e bëj, vet. po pra. Ai që Shiko, shenjojti. unë u përpoqa, jam ujor. Ja, Iri. Po Shiko, unë një gafore ose një peshk, mos. Fal ujori është një ajri? Uri, Ujori? çka ka ascendentin? akrep. Akrep. O ti akmar se vaj. Jo, më nuk është. Me sa duket nuk kam qenë unë. Du ta ketë Lilin në Shiko. këtë takmarse. Shiko, unë u përpoqa që ti them asaj që shiko se nuk është problem nëse ti je me atë, ne mund të jemi prapë shoqe, e kupton? Jo, Edhe- shpirt. Jo, zemër. Ajo që sot të mori ishte të dashurin, nesër të merr burrin dhe nuk e ka fare problem. Maj. Shiko, unë i thash që ne mund të jemi prapë shoqe, e kupton, mua nuk më intereson sepse ai ka qenë një mashkull shumë, domethënë që pasi e kuptova se si ishte, është një njeri shumë i parëndësishëm në jetën time. Po. Edhe ndoshta do vi një ditë që dhe ajo do e kuptoj. Por për mua nuk ja vlente që të prishe 6 vite shoqëri për një mashkull që ajo ndoshta nesër nuk e ka më, e kupton? Po për atë ja vlente. Po pra, nuk është se e prishje ti, e prishja jo. Po. Dhe pra është kosa asaj Po pra, nuk i po. plas për shoqërinë tuaj, as ty s'do të plas. Po pra kjo është, domethënë, unë po vazhdoja dhe po e shpjegoja se po më duke sikur ajo nuk po më kuptonte. Dhe po thosha, o ti shiko se ne mund të jemi prapë shoqe, e kupton, nuk e kam problem. E di çfarë përgjigje mora. Më thot që shiko se tani nuk ja vlen më, është bërë shumë bajat si muhabet, të uroj gjithë të mirat. E di se si jam djerë unë, më duke sikur po i lutesha, e kupton? Po shiko, ka ca Mirë, njerëz që nuk ja vlen ti shpjegohesh kaq shumë, prandaj thashëm që fillim blok. Ky është Se momenti. nuk ka Po jo vlen më se fare. më mirë ajo ta heqë nga vetja vet Po, që Po, foli, të heqi. se 6 vite nuk Po, janë. të çfarë, betojmë, jo. janë shumë. Shiko, Për individin o Gjesi. jam shumë dakord, jam shumë dakord. Dhe kur je një adult drejt një rrugë shëndeti mental, ti komunikon, Ju jam ja një thu sekond. shoqe se ç'a bën ajo, merre zvarr kape për flokësh, masi Jo, ja ke thënë. okej. Okej. Jo, po them, jam shumë dakord për faktin që nëse Xheniferi do shkruante që si e bëre këtë gjë me ishin tim, por në këtë rast Xheniferi ka shkruar për thënë që shiko se nuk mund të bëj akoma shoqe. Ndërkohë që shëria e këtyre ka mbaruar që kur kjo është marrë me Ndoshta ajo ishin. ashtu e Po, ndjen, pra, ti nuk po. mund të jesh të ndjesitë asaj. Okej, më po, ai ka dashtuar shoqërinë në këtë rast që s'ka Ajo pasur. ajo nuk Shiko, është unë po me një mendoja. shoqes vet. Unë mendoja se kjo po ndjej shumë në sikletë ma thoshte, e kupton, dhe priste mendimin tim. Edhe në momentin që unë do e thosha, do thosha prap njëjtin gjë, e kupton, edhe ndoshta ajo do ndjej e gatshme që ku di unë të na mbante të dy tani, se është pak bajat kjo. Po, nuk e di, domethënë unë në mendjen time mendova se po ta flisja unë me këtë, do ishte çdo gjë okej. Kjo tregon shumë për mënyrën se si ti e ke parë shoqërinë gjatë atyre 6 viteve dhe se si e ka Ka parë parë ajo ajo, shoqërinë po. tuaj. Po, Prandaj, këtë do tha thosha, shumë- kam dalë në një Po. Kam dalë në një konkluzion që ne të dyja kishim mendime të ndryshme për shoqërinë tonë, domethënë dy nivele komplet të ndryshme. Tani ti di gjë janë akoma bashkë ata? Se si ata janë akoma bashkë dhe ai e ka bërë atë që ajo të mbylli çdo rrjet sociale dhe mos të dalë nga shtëpia. E shikon më Jennifer, Që ke jepja një shpëtuar, flokëve që ke para shpëtuar. pasqyrës, ke shpëtuar Shika. jo një, nga 2 zgupsha. Wow! Kombo. Shiko, ai ka qenë person që në ditët e para të lidhjes ose deri te muaji i para ishte personi perfekt, e kupton, domethënë ai ishte gjithçka që ti do doje në një mashkull.
pastaj ai si kur shndroi, domethënë nuk donte që ti të kishe meshkuj në Instagram, nuk donte që ti të dije, në qoftë se ti shkoje në një kafe që nuk ja kishe thënë atij, ai të bënte blok motor. Kishte, më fal, ti the që ky ishte 8 vite më i madh se ty. Po, 9 vite më i madh se ajo. 9 vite. Kishte biznes, domethënë kishte lek, po do dal diku me këtë. Ai lekët e babit. Lekët e babit, po mirë. Më vjen Të cilat i menaxhonta. historia që kemi patur, që ka qenë nga më të klikuara tek ne. Mban mend ishte pak a shumë jeta, domethënë tipologjia ai që ishte 8-9 vite më i madh se ajo, që kishte këto drecet. Mban mend që detyroi të abortonte pastaj. Po, historia jonë e famshme. Mjafton vetëm të thuar që ishte nga Vlora tani dhe më bëhet puzzle-i plot. Ja. Jo, për nga jugu, por Shiko, unë mendoj se ajo do vi një ditë që do e marri mësimin e saj, sepse këto gjëra që ai kërkonte unë nuk ja plotsoja dhe ndaj u ndame. Kupton, kurse kjo ka qenë një femër që thjesht donte dashurinë, edhe në momentin që pa se çfarë ofronte ky, mendoj se për atë ishte më mirë që të mbyllej në atë fushën e vetë. Atë gjithashtu që ka ca femra që thjesht duan të jenë të lidhura, nuk ka rëndësi kush është ai. Mutant mund të jetë. Mund ta thosh emrin e shoqit që ai ndërkohë ja. Nuk ta përshëndesim. Nuk e keqe Jesi. Jo, s'do shanti s'do e përshëndesim. Do ta përshëndes të Jesi, po jo, nuk lejo ta vetëm po të transmetojmë them përshëndetje. Jo, më normale do e përshëndesim. Do e përshëndesim normale. Unë s'do e përshëndesim. Çka, di të them që në qoftë ajo nuk e ka mësuar akoma mësimin e vet, do e mësoj shumë shpejt, pasi të gjithë e di se çfarë ai bën pas krave të saj. Ua, ajo ka detaje. Ajo ka detaje. Çfarë bën ai pas krave të saj? E dashur Jennifer? Shiko, ai nuk mban kurrë një femër. E kupton, ai flet më shumë, domethënë ky është ai tipi që në Instagramin e tij ka 2000 goca, e kupton, dhe goca duhet ta mbajnë Instagramin mbyllur. Edhe mos të ketë asnjë shok. Ai merret me femra të vogla, në 20 vjeç, sepse e di që një femër moshës vet nuk do ja varte kurrë. Jo, për mua, me thënë të drejtën, në 19 vjeç. Për mua, domethënë nuk kur ta fol me këtë kam qenë 17. E morëm? Okej, polis. La polis. Më kemi ne këti. 17 Sa vjeç je ti tani? Ai ka qenë 25. Tani jam 21. Ai është tani. Do me thënë, unë isha 17 për 18, ai ka qenë 24 për 25, në mos ka bofsha. Shefti? E mirë dhe ne kena folë. Exagjeru. E dua 9-16 tash ku po dalin me këtë histori. 9 tash, por për mua për sa kohë ekzistojnë vajza të cilat marrin përsipër të trajtohen në të tillë formë siç këta trajtojnë, për hir të lekëve ose i thënë dashuri në emër të këtyre. Bravo ju shoh. Jo, më dashuri për 3 muaj. Po, i thënë sepse ajo ka jetën e vet, ajo mendon që ka gjetur njeriun e jetës dhe i ka mbyllur Instagramin dhe ka mbyllur shtëpi dhe është arritje për të. Por përderisa këta ekzistojnë dhe këto ekzistojnë, gjën të xhira ka pak, unë është e thjeshtë. E vërtet. Ne të falenderojmë shumë që ndave. Thank you Jennifer. Ju falenderoj ju që më dhat mundësinë. Do të thoya një gjë që nuk ta them dot se jemi në kamerë, po për mos thënë atë, mos i kri shumë pimet e kokës dhe vazhdo jetën tënde, sepse nëse je njëri drejt dhe unë jam lumturisht e dashuruar, nuk më intereson për njeri. Ke qenë dashur? Ke qenë dashur? Po. Tani që mos a marrim më sysh. Mos e merrem Marr sysh, shallah, po jo, me ne mbaj marrim. një sy hapur se si diet. Jo, ka gjetë dashuri. Jo, nuk kam më të tilla. Tani e ka marrë mësimin. Tash jam besoj se ta thoja unë. Besoj. A është edhe ky 8 vite më? Jo, ky është 4. Mirë, Nuk 4 e është bëjmë e të njëjtin gabim. 4 është e pranueshme dhe do të thotë që është pak më i pjekur se ty edhe më pëlqen 4 vite më i madh. Po, është okay. Mund ta Aprovojmë. Është mosha Manuali perfekte. aprovon. Ka marrë vesh horoskopin se nëse është bijak nuk aprovoj, është Sa shenjash. po mendoja. I dashurim, Po. si gjetar. Si gjetar. Manuali si aprovon gjetari të me dashur ujërin, njëri si shkojnë. gjetar. Perl. E kalon sfidën. E kaloi mjafton pra. të jetë një green flag me sjelljet edhe e kaloi tërësisht. Yes. Jo, është. Mos ta marrim më sysh, po është
Hajde, do flasim një moment tjetër për këtë kur të kemi suksese. Kam një pyetje për Xheniferin. Xhenifer, na ke bërë subscribe të kanali Andales? Po, kudo. Ua, thank you. Ju shikoj me të dashurin, e kemi parë gjitha episodet. E shikon, kur i bëni subscribe Andales dhe follow pa manualit, gjeni dashurinë e jetës. Tamam, ë? Po. Jo kështu kot. Ritualen e këtu. Ti do follow just? Mua më pëlqen shumë e dua kur thon gocat pa manualin e shoh bashkë me të dashurin, sepse tregon që i dashurit nuk Ai komenton më shumë se unë më. Ka lezet, ja, është një green flag. Girl, marry him, martoja Yes. të djalë tani. Po, Së shpejti. ai djalë është i po e madhe. Do martosh me vërtet? Po tani, shpresoj që të. Mund naftosh se qartë. Rrugës jemi. Po shihet qartë. As nga ne. As dasëm nuk ka nga anët tona. Të përqafojmë shumë, edhe faleminderit që ndave Edhe me ne. unë. Bye. Edhe unë ju përqafoj. Bye bye. Bye. Bye.